tek xhamia e madhe në Prishtinë. Leon ti je vetëm një 15 vjeçar, moshë 3 domethënë je bo haxhi. Po thonë që jam i ri, po edhe ka plot tjerë jemi shembull që praktikimi i fesë është mirë të bëhet moshë sa më të re, por tash pas haxhit është edhe më i lumtur kur kam pa përjesht Porçobën, vizitën e varrit pejgamberit alayhis salam. Kam parë varrin e atij dërguarit Zotit, ku ai është më i miri për njerëzimit. Përshëndetje miq të mi të mediumit shqiptar që këtë nga Onadeja. Ndodhem këtu në zemër të kryet qytetit tek xhamia e madhe në Prishtinë, ku kam ardhur me taku Leon Begollin, 15 vjeçarin, i cili ka kryer haxhin në një moshë kaq të re. E për më shumë detaje hajdeni me neve. Leon, përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Mirë, elhamdulillah, jo. Mirë, faleminderit edhe. Leon, ti para 2 javësh, nuk e di a jam sigurt ajo feks, mirë po je bo një haxhi. Apo? Na e trego pak momentin. Si e përjetove, si ndodhe? Momenti ka qenë i papërshkrueshëm, ndjenja shumë të mira kur vetë se kryen një obligim të madh fetar, por edhe është vizita të çabja ku nuk ka përshkrim për atë vend. Si u ndjeve ti kur shkove për herë të parë në haxh, edhe pe çabën për herë të parë? Mendoj që nuk ka fjalë të bollshme për të përshkruar ndjesinë që kam përjetuar kur e kam parë çabën për herë të parë. Emocionalisht isha shumë i lumtur, edhe nuk ishte që më interesante fort për ndonjë gjë tjetër lidhur me jetën këndej. Leon, ti je vetëm një 15 vjeçar, në moshë 3 domethënë je bo haxhi. Si ka qenë për ty kjo? Edhe çka mendon për ata fëmijët që mendojnë që haxhi do të thotë vetëm u bo një kur ti je rritur, jo në moshën që ti e ke? Haxhi nuk do të thotë vetë i madhi do të më shku. Thonë që jam i ri, po edhe ka plot tjerë jemi shembull që praktikimi i fesë është mirë të bëhet moshë sa më të re. Unë vetë jam përkraj fen time, por edhe praktikoj, ku edhe me që kam kryer këtë veprim ose obligim timin, mendoj që nuk ka ndonjë mendim të keq për haxhin. Si ka qenë Leoni para se më bo haxhi dhe tash që është bo? Leoni para haxhit ka qenë një djalë që ju ka përkushtuar mësimit e fesë, ka bajtur gjithçka në vetë, nuk është përzirë në gjëra jo të mira, por tash pas haxhit është edhe më i lumtur, ku ka gjetur qetësinë shpirtërore, vazhdon me praktikimin e fesë, edhe ruajtjen nga e keqja. Cili ka qenë momenti më emocionues për ty kur shkove në çabe? Kishte shumë momente emocionuese në çabe. E para mund të them është kur kam pa përjesht Porçobën, por ka pasur edhe kur vizitat në vende të ndryshme, por mund ta theksoj edhe vizitën e varrit pejgamberit alayhis salam. Ka qenë pjesa më emocionuese? Mendoj që ajo, se kur kam parë varrin e atij dërguarit Zotit, ku ai është më i miri për njerëzimit. Si ka ndikuar kjo lidhja jote me haxhin dhe lidhja me Zotin që? Haxhi ka ndikuar që lidhja ime me Zotin të afrohet dhe të forcohet, ku kem mbështetjen plot në Zot, mos kem frikë në asgjë tjetër përpas në Zot. Çka ju thu bashkëmoshatarëve të tu, apo edhe shokëve që i ke? Bashkëmoshatarëve të mi them që të jenë sa më afërt në fe, se janë mbrojtur nga çdo e keqe, por edhe nëse i kanë mundësitë shëndetësore apo edhe ekonomike që shkojnë në haxh, është si të them obligim për ta, se edhe është një ndjesi shumë e mirë ku nuk do ta ndjejnë askund në botë. Mendon me shku prap? Po nëse është mundësia në të ardhmen, po. Së pari është nisja nga vendlindja, ku ne jemi nisur me datën 24 qershor, pas dhe duhet vishet ihrami, është një robë e caktuar, ku jemi një fjalë të themit sankcionuar nga disa vepra, ku edhe gjatë rrugtimit quhen mikatet ose vende ku bëhet njeti i haxhit, ku aty themi ne njetin e haxhit dhe umres,
ku pastaj kur zbritet aty, niset për në qabe ose në hotel si do që tjetë, disa mund të nisen për në qabe të kryen umrën, ku aty përfshihen procedurat si tavafi, silja 7 herë rreth qabës, dhe saj apo ecja 7 herë në Safa Merwa, dhe shkurtimi i flokëve. Pastaj jemi të liruar nga ihrami dhe jemi gati 2 javë të lirë, mund të bëjmë vizita apo vetëm adhurime. Pastaj vijnë ditë e haxhit, ku ditën e Arafatit ose një ditë para Bajramit, aty shkohet në Arafat dhe qëndrohet aty gjatë gjithë ditës, ku bëhet lutje, adhurime gjatë tërë ditës, sepse është dita ku pranohen lutjet. Pastaj kur të perëndon dielli, duhet shkohet në Muzdelife, ku aty do të qëndrohet në qiell të hapur deri në lindje diellit. Gjatë asaj kohe edhe mblidhen 49 gur. Pastaj pas lindjes diellit shkohet në Mina për të dëgjuar 7 gurët e parë. Pas Minës disa mund të shkojnë disa shkojnë në për hotele i shkurtojnë flokët apo i ruajnë, dhe pastaj shkojnë të kryejnë tavafin e haxhit, si umrës, veç tashmë është i haxhit, dhe aty lirohemi përsëri nga ihrami, se edhe në Arafat do të jemi në ihram, dhe gjatë ditës së 2 dhe 3 gjuhen nga 21 gur në 3 xhemarate apo në 3 mur, dhe në ditën e 3 të Bajramit, kur gjuhen 7 gurët e fundit, aty kryhet komplet haxhi. Pastaj në ditën e fundit apo kur kthehemi në vend ose kemi bërë ne, jemi nisur për në Medinë, aty kryhet tavafi lam të mirës apo sjellja e fundit rreth qabës, ku aty nuk përfshihet saj, vetëm bëhet sjellja. Dhe aty nisemi për në Medinë, ku aty veç ka qenë një vizitë e lirë, kemi bërë vizita në vend ndryshme, si në kodrën e Uhudit, në xhamin e Kubas, ku aty shpërblimi është, nëse falen 2 rekate, aty shpërblimi është sa kryerja e një umrës. Po ashtu kemi qenë edhe aty afër xhamis ku janë ndruar kiblet ose kiblatein Mosk, ku më parë ka qenë kibla, ka qenë xhamia e Aksas në Jerusalem, por në atë kohë është marrë vendimi që të ndrohet dhe të bëhet qabja sot në të bëhet kibla dhe të drejtohemi asaj në namaz. Leon, të falenderoj shumë që gjete komendo me neve, më na tregu për rrugtimin tonë. Faleminderit edhe juve. Graci që të patëm edhe ne. Graci që patëm mundësi për të biseduar, për të shtjelluar këtë tema. Tek xhamia e madhe në Prishtinë. Leon, ti je vetëm një 15 vjeçar, në moshë 3 dhe më thonë je buaxhi. Po thonë që jam i ri, po ka plot tjerë, jemi shembull që praktikimi i fesë është mirë të bëhet moshë sa më të re.